Si të shpëtoni nga kapslëku, gazdra dhe fryrja e stomakut një herë për gjithmonë. Kapslëku është një problem i zakonshëm që nuk na pëlqen të diskutojmë shumë për të, por që kërkon vëmendjen e duhur të menjëhershme mjekësore, pasi ai mund të çojë në probleme shëndetësore siç mund të jenë për shembull problemet e hemoroideve, çarjet dhe çrregullimet urogjenitale. Disa nga shkaqet më të zakonshme të problemeve të kapslëkut përfshin gjithashtu edhe mospirjen e mjaftueshme të ujit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mos ngrënien e mjaftueshme të fibrave dietike, sindroma e zorrës së irrituar ose stili i keq i jetesës. Shtatzania, marrja e ilaçeve të caktuara, goditja në tru, diabeti e të tjera mund të jenë arsye kryesore. Pra nëse i shmangni takimet me një mjek, atëherë mund të provoni këto lëngje në dietën tuaj për të shpëtuar nga kapslëku, problemet e gazrave dhe problemet e tretjes së dobët. Nëse vuani shpesh nga këto shqetësime, përdorni në dietën tuaj lëngun e ananasit. Ananasi është një frut i mbushur me veti që ndihmon në përmirësimin e sistemit tuaj tretës. Ai përmban një enzim të quajtur bromelain, e cila mund të ndihmojë dukshëm në përmirësimin më të mirë të lëvizjes së duhur të zorrëve. Përmban gjithashtu edhe lëngje me ujë që ndihmon në krijimin e kalimit më të butë të jashtëqitjes pa shkaktuar probleme të larta. Ekspertët thonë se shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore mund të jetë një kombinim shumë i mirë ushqyes në situatën tuaj. Gjithashtu nuk duhet të mungojë as lëngu i mollës. Një mollë në ditë mund të mbajë mjekun larg. Ky frut i mrekullueshëm është i pasur gjithashtu me fibra, minerale, gjithashtu edhe vitamina që mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve të kapslëkut dhe përmirësimin e sistemit tuaj tretës. Gjithashtu përzjeni një mollë gjysmëlugje çaji plur kopre dhe gjysmë filxhan me ujë në një blender dhe më pas e konsumoni. Kopra përmban fibra dietike të cilat ndihmojnë në mbajtjen e lëngshme të jashtëqitjes dhe lëvizjen e butë të zorrëve, duke lehtësuar kështu problemet e tretjes dhe duke nxitur një stomak më të shëndetshëm dhe më pak probleme me zorrën e trashë. Në dietën tuaj shtoni gjithashtu edhe konsumin e lëngut të rrushit. Merrni rrush të freskët dhe hidheni në blender pasi të keni hequr kërcellin. Shtoni xhenxhefilin dhe ujin dhe i përzjeni. Hidheni në një gotë dhe më pas e konsumoni. Kjo pije funksionon sepse rrushi është i pasur me fibra të cilat përmbajnë ujë, të cilat do të ndihmojnë në hidratimin më të mirë të trupit dhe daljen më të shpeshtë të jashtëqitjes, duke ndihmuar në këtë mënyrë në rregullimin e problemeve tuaja të tretjes. Edhe lëngu i portokallit është një ndihmë shumë e mirë ushqyese që mund të shtohet fare lehtë në menunën tuaj ditore. Ky lëng i shijshëm është i pasur me vitaminën C, minerale dhe fibra të ndryshme dietike, të cilat do të promovojnë një shëndet më të mirë të lëvizjeve të zorrëve. E vetmja që ju duhet në këtë është të përzjeni një portokall të coptëzuar parafërsisht dhe të shtoni një maj lugje të kripës së zezë në lëngun për të hequr qafe këto komplikacione të tretjes. Lëngu i limonit gjithashtu është një ndihmë shumë e mirë ushqyese në situatën tuaj dhe mund të ndihmojë në lehtësimin e problemeve të tretjes. Limoni është një nga burimet më të shkëlqyera të vitaminës C dhe të fibrave të dyja këto lëndë të shkëlqyera kundër problemeve të kapslëkut. Për më tepër gjithashtu është një produkt i shkëlqyer që mund të përdoret për të rritur imunitetin dhe për të përgatitur këtë lëng të dukshëm në dietën tuaj, ju duhet gjithashtu një filxhan me ujë të ngrohtë, i përzjeni mirë dhe më pas e konsumoni. Shtoni plurin e qimonit i cili është jashtëzakonisht efektiv dhe i dobishëm në ruajtjen e shëndetit tuaj tretës. Përdorime të tilla mund të japin rezultate fantastike në lehtësimin e problemeve të kapslëkut, gjithashtu edhe parandalimin e fryrjeve të zorrëve. Kapslëku është një problem i cili prek të paktën 20% të popullatës. Një nga shkaqet më të zakonshme të kapslëkut është zvogëlimi i lëvizjeve të ushqimit përmes sistemit tuaj tretës.
Nëse nuk ushtroheni fare dhe nuk konsumoni fibrat e duhura në dietën tuaj ushqyese, atëherë gjendja juaj mund të përkeqësohet dhe kapslloku mund të kthehet në kronik. Para se të drejtoheni te ilaçet dhe medikamentet e shtrenjta, për të luftuar kapslokun përdorni metoda me ushqime që të cilat mbështesin rutinën tuaj të përditshme dhe mbi të gjitha ndihmojnë në jashtëqitje më të rregullta. Shtimi i mollës në dietën e personave që vuajnë nga kapsloku mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni në dobi të shëndetit dhe të lehtësoni edhe komplikacionet e tij. Mollët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të lehtësojnë problemet tuaja të tretjes dhe të sigurojë një mbrojtje më të mirë efektive. Një mollë në ditë mban mjekun larg, dhe ky është një mendim jo i rastësishëm. Fruti që ju jep 4 gram fiber ndihmon zorët tuaja të lëvizin në bazë ditore. Mollët përmbajnë pektinë, e cila është një fibër e tretshme e njohur për vetitë e saj laksative. Në një studim me 80 pjesëmarrës që morën suplemente pektine, rezultuan se ata pas 4 javësh patën një tretje më të mirë dhe gjithashtu një lehtësi më të mirë gjatë jashtëqitjes. Në dietën tuaj gjithashtu nuk duhet të mungojë as kivi. Fruti, i njohur për vetitë e tij kundër problemeve të kapsllëkut, stimulon sistemin tretës dhe përshpejton edhe lëvizjen e zorrëve. Në një studim të mëparshëm, pjesëmarrësit u ndanë në kapsllëk dhe jo kapsllëk. U vure se kishte rezultate pozitive në të gjithë grupin. Pra bëni një smoothie me kivi në dietën tuaj dhe lehtësoni gjithashtu edhe problemet e tretjes dhe do të sjellni rezultate të duhura në sistemin tuaj kundër kapsllëkut. Fiqtë janë gjithashtu një mburojë shumë e mirë kundër problemeve të kapsllëkut. Fiqtë e thatë në veçanti kanë rezultuar të jenë pozitiv në të gjitha grupet, pra bëni një smoothie me kivi me fiqe dhe mund të arrini të keni një jashtëqitje më të mirë. Thjerrzat janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në situatën tuaj. Ju e dini tashmë që bishtajoret ndihmojnë shumë në lëvizjen e zorrëve. Përveç marrjes së shumë fibrave, thjerrzat rrisin prodhimin e acidit butirik, i cili rrit lëvizjen e sistemit tretës. Në verë do t'i hani ato më lehtë në sallata të freskëta me perime, dhe kështu ndikimet e tyre pozitive në sistemin tretës do t'jenë të menjëhershme dhe do të parandaloni problemet e kapsllëkut. Patatet e ëmbla gjithashtu mund t'jenë një mburojë shumë e mirë në sistemin tuaj tretës, të mbajnë larg problemet e konstipacionit dhe të rrisin gjithashtu rezistencën e organizmit. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese në dietat tuaja ditore dhe kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatën tuaj. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe produkte siç është për shembull edhe kefiri. Kefiri ose qumshti fermentuar përmban probiotik, të cilët janë bakterie të shëndetshme për zorrët. Studime të panumërta kanë treguar se kefiri është një aleat shumë i mirë kundër kapsllëkut dhe kontribon gjithashtu në lehtësimin e problemeve të tij, duke e mbajtur zorrën tuaj më të hidratuar dhe duke evituar problemet që nxisin tretjen e dobët. Sigurohuni të bëni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve dhe do ta keni më të lehtë të menaxhoni problemet tuaja tretse. Kapsllëku është përcaktuar kur zorra ka më pak se 3 jashtëqitje në javë. Nëse konstipacioni ndërtohet në këtë lloj forme dhe nuk trajtohet, atëherë gjendja juaj mund të agravojë. Shumë njerëz gjatë kapsllëku kanë dhimbje dhe shqetësime. Në dietën tuaj duhet të merrni lëngje të mjaftueshme dhe uji është një prej lëngjeve më të mira, të cilën duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Duke konsumuar ujë mjaftueshëm në dietën tuaj, do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatën tuaj stresuese siç është kapsllëku, dhe mbi të gjitha do të keni më pak shqetësime me tretjen. Një tjetër produkt i cili mund të ndihmojë shumë në situatën tuaj emergjente është gjithashtu edhe kosi. Si rregull i përgjithshëm, është mirë të qëndroni larg nga produktet siç janë për shembull edhe ato të qumshtit, por kosi bën një përjashtim në këtë situatë pasi mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e problemeve që shkakton edhe tretja e dobët, siç është edhe kapsllëku. Vëmendje,
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.